Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Studimi i fundit. Futini këmbët në këtë përbërje për 30 minuta çdo mbrëmje dhe do befasoheni me efektet. Uthulla e mollës është ndër ato produkte çuditëbërëse që nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinën tuaj, edhe pse përdorimet e saj duket se te kalojnë në hapësirën e gatimit dhe të shijimit. E pasur kështu me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid cetik, pektin, beta-karotene dhe tjera. Ky produkt është pa diskutim një depo e vlerave ushqyese që duhet të përdoret her pas here në ritualet e përkujdesjes së fytyrës dhe të trupit tuaj. Në këtë video do ju sjellim një përdorim të uthullës së mollës që ndoshta nuk e keni dëgjuar ose praktikuar më parë. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gisht dhe sandalet janë shumë komode dhe kjo është e vërtetë, por ekspozojnë këmbët tuaja drejt pluhurit dhe rezeve të diellit. Sipas Brightside do ju propozojmë të fusni këmbët në një enë me uthull molle për 30 minuta dhe rezultatet do të jenë befasuese. Ja cilat janë disa nga përfitimet e këtij veprimi. Lufton mykun e këmbëve dhe të thonjve, sidomos thonjtë e zverdhur. Uthulla e mollës ka në përmbajtje të saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale antiinflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganizmat që shkaktojnë problemet e mësipërme. Në një enë, si shpjegua më herët, shtoni 2 filxhan kafeje uthull molle në ujë të vakët dhe i fusni këmbët për 30 minuta. Ky veprim duhet të përsëritet 3 herë në javë për të marrë rezultate të mira kundër mykut të këmbëve dhe thonjtë e zverdhur. Eliminon lythat e këmbëve. Lythat e këmbës ndryshojnë nga ato të duarve ose janë masa lëkure të vdekura të cilat shfaqen kryesisht gjatë gjithë jetëgjatësisë së shputave. Shtoni ujë dhe uthull molle në një legen dhe i lini këmbët të pushojnë për 30 minuta. Më pas, i thani me peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njomur me uthull molle. Qetësoni kruajtjet e këmbëve dhe neutralizoni erën e keqe të tyre me këtë ritual. Kruajtjet në këmbë shkaktohen si pasojë e çrregullimeve të pahashit të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve të kësaj pjesë të trupit. Ndiqni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga ky problem. Praktikë shumë efektive edhe për eliminimin e erës së keqe të këmbëve, krijuar si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe djersitjes së tepërt. Përdorime të tilla mund të ndihmojnë gjithashtu edhe kundër kalluve. Natyra acidike e uthullës së mollës mund të trajtojë problemet me lëkurën si kallet ose mykur. Mund t'i zhysni këmbët në një legen me uthull molle të bardhë dhe më pas të lagni një copë pambuku dhe ta vendosni mbi kallo dhe ta lini ashtu gjatë gjithë natës. Ju mund të trajtoni gjithashtu edhe problemet e lëkurës. Një mënyrë për të rigjeneruar lëkurën e këmbëve është të zhysni në një legen me ujë të ngrohtë ku keni tretur një filxhan me uthull molle. Kështu do të trajtoni lëkurat e këmbëve. Largoni erën e pakëndshme të tyre. Në një legen me ujë hidhni sot buke dhe uthull molle dhe mbajini këmbët për 30 minuta. Pasi t'i keni shpëlarë këmbët do të ndjeni edhe një freskit të munguar. Trajtoni infeksionet fungale që thjesht përzieni gjysmën e një filxhani uthull molle me 2 lugë krip Epsom dhe shtojeni në legen me ujë të ngrohtë. Zhytini këmbët për 20 minuta çdo ditë. Kjo përbërje do të largojë bakteriet që mund të shumohen në lëkurën e këmbëve tuaja dhe do trajtojnë gjithashtu problemet e mykut të thonjve, të cilët mund të krijojnë shqetësime në shëndetin e këmbëve. Gjithashtu, uthulla e mollës është përdorur si një ilaç për lehtësimin e shqetësimeve të ndryshme siç janë kallut, dhimbjet e stomakut, problemet e ftohjes e të tjera. Uthulla e mollës bëhet përmes fermentimit ku majaja dhe bakteriet konvertojnë karbohidratet së pari në alkool dhe pastaj në acid acetik, i cili sjell edhe uthullën me shije dhe aromë të mprehtë me përfitime të larta. Sipas Dr. Chris Daman, disa njerëz sugjerojnë të përdorin uthullën e mollës së papërpunuar me bakterie dhe karbohidrate të patretura. Megjithatë nuk ka asnjë provë që ajo mund të jetë më e mira.
Ekspertja shpjegon se uthulla e mollës e frutave ka polifenole të cilat janë përbërës me veti antioksiduese dhe antiinflamatore. Këto polifenole mund të jenë pjesë e përfitimeve të shumta shëndetësore të këtyre problemeve. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E. Acid cetik, pektin, beta-karotenë të tjera, ky produkt është pa diskutim një depo e vlerave ushqyese që përdoret her pas here në ritualin e përkujdesjes së fytyrës dhe të trupit. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës. Prandaj duhet t'i mbroni ato në mënyrë rigoroze për të evituar edhe plasaritjen ose problemet e lythave. Uthulla është një element i cili mund të gjendet kudo. Kur është fjala për këmbët, është treguar se uthulla ndihmon në zgjedhjen e disa problemeve si aromat e pakëndshme, këmbët e atletit dhe shumë më tepër. Vetitë e acidit të uthullës së mollës ndihmojnë në zbutjen e lëkurës së thatë të këmbëve, duke zgjidhur problemet e këmbëve të plasaritura. Uthulla e mollës ofron shumë përfitime të mrekullueshme thjesht duke e përdorur atë një herë në javë për këmbët. Ndonse era e saj nuk mund të tërheqë shumë, funksionet me të vërtet do t'jenë të ndryshme dhe të konfirmuara. Vetëm mos harroni se ky produkt do ju ndihmojë të eliminoni baktere dhe mikrobe që gjenden me bollëk te këmbët tuaja. Uthulla, ashtu si shumë njerëz e dinë, mund të përdoret për të luftuar problemet e frymëmarrjes, të tretjes, madje edhe humbjen e peshës. Ndërmjet përdorimeve të tjera të uthullës së mollës mund të kujtojmë disa. Na ndihmon në luftën kundër zbokthit, lehtëson dhimbjet e fytit, eliminon erën e keqe të këmbëve dhe gjithashtu përmirëson edhe higjienën tuaj. Por ne do të flasim për një dush të këmbëve me uthull molle. Sigurisht që tashmë keni dëgjuar për këtë teknikë dhe për përfitimet që ajo sjell, veçanërisht se si duhet ta përdorni, rezultatet do të jenë të mrekullueshme. Dushi i këmbëve me uthull molle duhet të bëhet me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë është nëse preferoni mund të shtoni gjithashtu edhe bimë aromatike ose kripra aromatike. Dhe rezultatet do të jenë të jashtëzakonshme. Ju do të vini re se këmbët tuaja do të bëhen të buta ditë pas dite, të qartë do të zhduken edhe aromat e pakëndshme të tyre. Ngrohni ujin në 18 grade, vendosni këtë ujë në një enë dhe zhysni këmbët tuaja, duke shtuar uthull molle. Nëse preferoni mund të shtoni disa pika vaj esencial livando për të përmirësuar kështu edhe për të stimuluar rigjenerimin e këmbëve tuaja. Kallot në këmbë janë kthyer në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, ju rekomandohet që të mos vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës natyral më të mirë. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumt janë edhe ilaçet për to. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu dhe femrat, përveç se shkakton dhimbje, rezultatet do të jenë gjithashtu edhe më të këqija. Duke thënë gjithashtu se përdorimi i ilaçeve natyrale për këmbët tuaja për kallot mund t'i largojë edhe t'i parandalojë krijimin e tyre, siç është edhe shqetësimi i mykut. Në këtë kuptim është e rëndësishme që të gjeni një mënyrë për të regjistruar edhe një produkt më të mirë për dietën tuaj. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të rehatshme, në mënyrë që anët e këmbëve të mos shtrëngohen. Nëse do të ndaleshi te një produkt natyral për të eliminuar kallot dhe mykun në këmbë, nuk do të dini se cilin të zgjidhni më parë. Janë me të vërtet të shumta produktet e gjyshës të cilat mund të përdoren në këto raste. Gjithashtu së pari, një produkt natyral kundër kallove të këmbëve është edhe limoni. Për t'u aplikuar të paktën gjatë gjithë natës, një fet ose pak lëng limoni në pjesën e kallove dhe pastrimi i tyre në mëngjes mund të sigurojë gjithashtu një rigjenerim më të mirë të këmbëve tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përfitimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.